është shumë pozitive që dy partitë kryesore janë ullur, është krijuar komisioni parlamentar për reformën e pushtetit vendor dhe reformën territoriale. Ka një barazi në pjesëmarrjen e të dyja palëve kryesore dhe ka një prirje për një konsensus. Nga ana tjetër vërejmë që të dy partitë pas kanë projektet e tyre. Pra, normalisht kur futesh diku që të hartosh diçka, do të kesh një përgatitje, por do të thosha që momenti historik është që të kthehemi aty ku kemi qenë përpara, s'ka nevojë me shpikë rrotën, si thon fjalës, por të kthehet pushteti vendor në strukturën që ka pasur historikisht Shqipëri dhe pikërisht te struktura e rretheve. Rrethi, sikurse e dini, është në simbiozë, është strukturë që ka një simbiozë shumë natyrale midis fshatit dhe qytetit dhe ka traditë historike në Shqipëri. Struktura e pushtetit vendor në Shqipëri është e ngjizur nga një traditë historike shumë vjeçare, mos themi shekuj me radhë. Pra, rrethet përmblodhen qytetin dhe fshatin. Bashkia nuk është ajo siç kuptohet sot, po bashkia ka qenë vetëm administrimi i qytetit brenda vijës së verdhë, nëse fjalim për Tiranën, vetëm brenda vijës së verdhë të Tiranës, pa përfshirë fshatrat, pa përfshirë Saukun, pa përfshirë Paskuqanin.